ai regjim fillon me Enver Hoxhën dhe unë mendoj që ai regjim mbaron me në momentin që vdes Enver Hoxha, por vimësia dhe pikërisht këtu është glorifikimi dhe ndërtimi i kultit material, jo i kultit se thosh të gjallë të Enver Hoxhës. Kulti i gjallë duhet që të mbante në këmbë regjimin, po kulti i Enver Hoxhës së vdekur, pra Enver Hoxha i shërben për ato 4, 5, 6 vjet sa vazhdoi, i shërbeu në të vdekur vimësisë së regjimit. Por kam përshtymin që regjimi ishte futur në një krizë të pashmangshme. Dhe unë besoj që edhe sikur kishte vazhduar komunizmi edhe më përtej viteve 90, pra të mos kishte ndodhur thyerjet e famshme ose mos kishte edhe Gorbaçovit mos kishte vijuar ato reformat e veta, prapë ishin regjime në kalbje sipër. Unë kam qenë 13 vjeç kur regjimi ra, po edhe më aq i vogël se kam qenë, të paktën arrija të perceptoja degradimin, që i cili nuk ishte vetëm degradim ekonomik, po ishte edhe një lloj degradimi i natyrës raporteve politike që ishin krijuar, i formalizmit theksuar të gjitha edhe në shkollë, edhe në një shkollë 8 vjeçare, ti ndje formalitetin e betimit të pionerit, i cili mbaronte kur bëhej betimi, kishte edhe pionerët duhet përgjigjeshin gjithmonë gati, dhe kishte një pjesë aty nga fundi i thoshte rrof pallati kombinati. Pra edhe këto ky zëri rrof pallati kombinati bëhesh akoma dhe më i fortë. Pra në vitet 88, 89 deri në zgripin e viteve 90, regjimi ishte i kalbur. Dhe po kalbesh edhe po vazhdonte, dhe kulti i Enver Hoxhës shërbente pikërisht për ta mbajtur gjallë regjimin. Natyrisht është një temë që mund të kalojmë dhe orë tëra duke diskutuar, dhe është as pak e shtrërueshme, por për të rikthyer të themi periudhës pas komuniste. Kemi një lloj, siç e ka në hyrje të emisionit, një lloj apatie politike që me shumë mundësi vjen si rezultat i mungesës së përfaqësimit politik. Ku mendoni se ka zanafillën kjo gjë? E ka te 92-shin, e ka në 2008-ën, e ka më vonë? Ka më përpara, besoj. Është problemi i madh i shtetit shqiptar, është si shumë shteteve të tjera, është krijimi nga sipër, jo krijimi nga poshtë. Pra, po të shohim kjo lloj apatie ose problematikat që neve i hasim edhe në Shqipëri mund t'i gjejmë në forma të ndryshme dhe në vende të tjera që kanë themelim të vonshëm dhe kanë themelim jo si pasojë e lëvizjeve të caktuara politike ose këto lëvizje politike kanë qenë në sfond, por kanë qenë të bashkëndara nga një pjesë e madhe e popullsisë. Pra ideja është që ti krijon shtetin dhe mbi shtetin do inxhinierosh përfaqësimin. Ndërkohë që duhet të jetë e kundërta, pra duhet të gjenerohet kërkesa për përfaqësim e cila të çojë në ndërtimin e shtetit dhe ku ata të cilët kërkojnë përfaqësim ta shohin shtetin si produkt i lëvizjes. Pra fjala vjen nga pikpamja historike, me çfarë identifikojmë neve krijimin e Gjermanisë ose të Italisë. Janë ato dy raste tipike që i marrim për si thosh element themelimi që a ka lëvizje politike të forta, sepse janë dy lëvizje që shkojnë në rrënimin e absolutizmit, liberalizmin politik dhe i cili shumë konkret kripi të kombështeteve moderne, Risorgimento Italiano, Risorgimento e tjerë. Ndërkohë që në Shqipëri rilindja kombëtare apo edhe në lëvizje të tjera në vende të ndryshme kanë qenë fenomene intelektuale shumë të rëndësishme, të cilat më shumë i kanë shërbyer si mbushje me brum idesë së shtetit se sa mund i kenë shërbyer në fazat fillestare të krijimit të shtetit. Diçka që ishte rëndome për hapur në paktën e Europën perëndimore, por një pjesë të Europës qendrore, ishte revolucioni industrial. Pra ne na anashkaloi dhe si thot Geller dhe autor të tjerë, ishte pikërisht ajo shtylla apo ngjizja që bëri proceseve shtetformuese, konformuese për të shkuar në atë drejtim. Ndërkohë që ne kishim rilindje kombëtare, patriot, natyrisht njerëz të diminuar. Unë them që varet shumë edhe nga mënyra se si politizohen grupe të caktuara shoqërore. Pra fjala vjen nëse ti je në Poloninë e shekullit të 19 dhe në fillimin e shekullit 20, nëse ke një grup interesi shumë të rëndësishëm që është Kisha Katolike, e cila gjendet në dy presione të mëdha. Në njërin krah një shtet si Gjermania
luteran, i cili ka dhe problemet e veta me katolicizmin, në krahun tjetër Rusia, e cila në fund viteve 800, fillim në gjysmën e dytë të viteve 800 ka dhe një tentativë për të prodhuar një proces rusifikimi të perandorisë. Gjë që ndodhe dhe tentohet ndodhe në perandorinë otomane, për një lloj otomanizimi, dhe në mes këtyre dy presioneve, një institucion aq i rëndësishëm, i cili ka aftësinë të politizojë një pjesë popullsistik, Irlandën. Kisha katolike është shumë e rëndësishme në këtë pikë. Pra, neve na ka munguar një grup referencë i cili të politizonte pjesë të mirë të popullsisë. Shteti është krijuar nga lart poshtë, në një lloj brikolazhi, mungesa e kulturës politike. Mungesa e fortë e kulturës politike.